Nën organizim të xhamisë së Bremenit në Gjermani, e cila kryesisht grumbullon besimtarët e trojeve shqiptare, mjetet e grumbulluara për kurbane është vendosur të ndahen familjeve në nevoja të fshatit Simnic dhe rrethinës së Kumanovës. Me këtë rast, poshtë shpërndarjes së mishit të kurbaneve për familjet në nevoja për banorët e fshatit Simnic, ushtrua edhe një drek. Festa e Kurban Bajramit në fshatin Simnic ka kaluar si asnjëherë më parë. Në organizim të Bashkisë Islame të Bremenit në Gjermani, e cila kryesisht grumbullon besimtarët e trojeve shqiptare, mjetet e grumbulluara për kurbane është vendosur të ndahen familjeve në nevojë të fshatit Simnic dhe rrethinës së Kumanovës. Me këtë rast, pos shpërndarjes së mishit të kurbaneve për familjet në nevojë për banorët e fshatit Simnic, ushtrua edhe një drek. Qasmedin Shaqiri, hoç në xhamin e Bremenit në Gjermani, thotë se ideja e dërgesës së mjeteve financiare në vendlindje daton shumë më herët, ndërsa për 3 vite radhazi po realizohet edhe praktikisht. Hoç Qasmedin Shaqiri me priardhjen nga Mateçi i Kumanovës thotë se jeta dhe standardi i besimtarëve në diasporë solid dhe qersa mishi i kurbaneve dedikohet për familjet në nevojë, forma më e mirë e realizimit të këtij kriteri është sjellja e mjeteve financiare në vendlindje, ku dhe hasen familje në nevojë. Në diaspora është një praktik, nga përvojë që e kemi mësuar atje kur ishmi, se bashkësitë islame shqiptare bojnë grumbullimin e kurbanave, të themi, konkret. Veç shumë aktivitete të tjera këtë të veçoj. Të cilët më pas, dorëzoheshin të hollët e të vuara në qendrat fetare, institucionet ose shoqata dhe organizata, pas një afati të themi relativisht i gjatë, dhe kur dihet se kurbani është një ibadet, i cili ka një afat të caktuar, i cili nëse nuk realizohet brenda asaj kohe nuk konsiderohet. Dhe pastaj kur erdha në bisedë, domethënë me kryetarin dhe kryesinë, unë e dhash mendimin tim. Tash po mendoj i bazuar në shkencët e Kuranit dhe Sunetit, thash se kjo praktik është problem. Nëse kështu vazhdoni ta bani punën, thash unë nuk marr përgjegjësi. Se është ibadet, domethënë therrja e kurbanit është ibadet. Nuk është në një formë, domethënë ka përgjegjësi dhe don përkushtim dhe sinqeritet. Dhe nga kjo ide, domethënë lindi vazhdimësia e asaj që në perëndim të parimet fetare që janë, siç është zakati, sadakaja lëmosha dhe format të tjera, domethënë që kanë konotacion të ndihmave, ato nuk mund të disperzohen dhe të shkarkohen në atë shoqëri, se atje tash kushtimisht e dini nuk ka të varfër. Kryetari i Këshillit të Xhamisë në Bremen të Gjermanisë, Gash Zendeli, me priardhje nga fshati Simnic, theksoi se viteve të ardhshme aksioni do të shtrihet edhe në lokalitete të tjera në Maqedoni, Kosovë, Preshevë dhe Gjitiu. Zendeli shpreu mirënjohje për mërkimtarët që dhuruan mjetet e tyre me niyetin për therrje të kurbanit. Ne kemi bërë apel edhe për këtë rend që kush ka përgjegjësi, kemi mundsuar përgjegjësinë dikujt tjetër dhe ta marrë përgjegjësinë t'i krije ose dikun tjetër. Këtë punë vetëm me fshati Kumanovës, gjithsej tash edhe na mbet edhe prap ta bëjmë edhe gjysmën pile këto ta bëjmë më shumë se gjysma këto. Do të them se që kjo është kaku më shumë se edhe fshati Simnic unë njeh rrethanat, njerëzit, besimin, se edhe këta gjoja shkojnë me besim, se në samon e mirë dekuj ja parat dhe baroj punë. Në emër të banorëve të fshatit Simnic, mirënjohje dhe falënderim për drejtuesit e Bashkisë Islame të Bremenit, shpreu Sefer Zendeli. Kur afrohet kjo fjestë, banorët e kësaj ane çdo ditë përmendin emrin e Bremenit, emrin e Gashit, emrin e imamit të Bremenit. Këta emra lakohen këtyre ditëve. Pyesin njëri tjetrin. A thua edhe këtë Kurban Bayram do të na kujtojnë? Do të na kujtojë Bremeni? Po, thot dikush. E dikush tjetër thot. Kanë ardhur kohë të vështira, por ata e kanë zemrën e madhe e nuk do të na harrojnë. Dhe ju vërtet nuk na harruat. Na erdhët si festat e kaluara, na mbushet sofrat plotë për plot. Në fshatin e Xhem Hasës nuk ishte se si të mungojë dhe kënga për Xhem Hasën, të cilën në ndër të mysafirëve sollën rapsodët me priardhje nga ky fshat në gëzim dhe lemrim Azizi. Do ta lindë